Komuna e Kërçovës ka nisur aksionin për shenjëzimin horizontal të rrugëve në territorin e qytetit, që synon rritjen e sigurisë në komunikacion dhe përmirësimin e organizimit të qarkullimit rrugor. Megjithëse ky investim vlerësohet si i nevojshëm dhe i dobishëm për rregullimin e trafikut në afat të gjatë, koha e zgjedhur për realizimin e punimeve nuk është e përshtatshme. Punimet po zhvillohen pikërisht në kulmin e sezonit veror, ku në Kërçovë ndodhet një numër i madh mërgjimtarësh që kanë ardhur për pushimet verore në vendlindje, duke bërë që fluksi i automjeteve të jetë dukshëm më i lartë se zakonisht. Si pasojë e punimeve në disa segmente rrugore janë krijuar kolona automjetesh dhe lëvizja është ngadalësuar, duke shkaktuar pritje dhe vështirësi për drejtuesit e automjeteve. Edhe pse shenjëzimi i rrugëve është i domosdoshëm, punime të tilla do të ishte më e përshtatshme të realizoheshin në periudha me më pak ngarkesë në komunikacion, në mënyrë që të shmangeshin bllokimet dhe pengesat në qarkullim. Nga ana tjetër, autoritetet komunale pritet të përfundojnë punimet brenda një afati të shkurtër kohor, me qëllim që rrugët të jenë më të sigurta dhe të pajisura me sinjalistik të qartë për të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion.